Dhe edhe për palë shijes tuaj estetike, po bën në Shqipërinë edhe më të bukur nga vendet më të mira, me natyrë, pyjet, bukura, detet bukura, duhet të shkoni në Shqipëri. Në fakt kemi parë broshura shumë të bukura që vinë edhe për vendet tjera, por kemi një lidhje të veçantë me Shqipërinë. I dashur Edi, i dashur mik, udhëheqës unik. Ju keni një lidhje unike me shtetin e Izraelit, por ajo çfarë njerëzit dinë më pak, natyrisht edhe kryetari i Knesetit, është që jeni një piktor mrekullueshëm. Ju mdëruat librin tuaj të pikturave, dhe është e pabesueshme se si gjeni kohën, mundësinë, talentin për ta bërë këtë gjë. Nuk është thjesht vizatim, skic, është piktura, i pikturon. Kombinimi i ngjyrave është i pabesueshëm. Kombinimi që vjen prej jush, i ngjyrave, gjithashtu edhe ngjyrat e kombinuara në ndërtesat e Tiranës, në Jeruzalem sa bën dot sepse duhet mbajmë gurët e Jeruzalemit. Në qytete të tjera ndoshta, por mund na ndihmoni me këtë. Dhe jam i sigurt që në fakt edhe në qeverinë tonë, diplomatët tanë duhet hedhin një hap historik. Të punojnë në mënyrë të përqendruar për të bërë diçka të madhe. Në këtë vizitë do të pikturojmë së bashku, do të bëjmë atë çfarë është më mirë për Shqipërinë e për Izraelin. I dashur Edi, dashur kryeministër, ju jap një përqafim juve, delegacionit tuaj, mirëseardhët të gjithë. Mirëseardhët ju, miq i dashur, e të gjithë miq këtu në Izrael. Ju dërgoj përqafime, ju japim mbështetjen tonë, ju kemi në zemër. Faleminderit shumë.